Falënderimi I takon Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Falenderojmë Allahun e madhëruar, I cili na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhuruar mendjen dhe logjikën. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë I cili na ka dalluar nga njerëzit e tjerë duke na dhuruar Islamin. E falenderojmë atë I cili na ka dalluar prej atyre të cilët I thonë vetes jam musliman me gojë, por jeta e tyre s'ka të bëjë me Islamin, duke na bërë nga ata të cilët atë që besojnë me zemër e deklarojnë me gojë, dhe lutim Allahun të na bëjë prej atyre të cilët e derdhin në vepra. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë I cili na mundsoi që edhe këtë vit të shijojmë muajin e Ramazanit, të shijojmë agjërimin, të shijojmë syfyrin e iftarin, taravin, e tashmë elhamdulillah edhe në 10 ditën e fundit, namazin e natës, shtimin e leximit të Kuranit, dhikrin, lutjet për njëri tjetrin, e shumë të mira të tjera që ne nuk I numërojmë dot. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, nëse hym të falenderojmë Allahun e madhëruar për çdo gjë që na ka dhuruar, nuk do të na dalë jeta për të filluar për t'i numëruar e jo për t'i mbaruar. Jemi në muajin e Ramazanit. Këtë vit e patëm risk dhe po e përjetojmë. Lutim Allahun të na bëjë prej atyre të cilët e plotësojnë. Por a jemi të sigurt se vitin tjetër vëllan që kemi në krah do ta kemi, apo ne do të jemi? Nuk e kemi të sigurt. E nëse nuk e kemi të sigurt, atëherë çdo ditë, çdo natë, çdo orë, çdo minutë, çdo sekond duhet t'i kalojmë ashtu sikur është minuti I fundit, sikur është sekundi I fundit. Elhamdulillah, na ka mundësuar Allahu I madhëruar të jemi nga ata të cilët hedhin hapin për të ardhur në xhami, për të vënë ballin në sejdë. Vëllezër dhe motra, momenti që ne kemi dalë nga shtëpia me njetin për të ardhur në xhami, për të bërë adhurim Allahun e madhëruar, për t'i kërkuar falje Atij, për t'i kërkuar të mira Atij për këtë botë dhe në botën tjetër, duhet të jemi të bindur dhe të vetëdijshëm se kemi bërë një jetë të lëm pas krahëve çdo bisedë të kësaj dynja. Sepse kemi dalë në rrugë për të adhuruar Allahun e madhëruar, dhe në adhurimin e Allahut nuk mund të përzijmë as edhe një fjalë tjetër që nuk ka të bëjë me adhurimin. Çdo përmendje e Allahut është adhurim. E nëse ne vim në xhami, mund të kemi ardhur herët, elhamdulillah, na ka mundësuar Allahu që të vim herët. Në vend që ta shfrytëzojmë atë kohën, nga koha që kemi hyrë në xhami deri në ezan dhe në fund të namazit derisa të dalim me fjalën la ilaha illa Allah, astaghfirullah al-azim wa atubu ilejk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala ali Sayyidina Muhammed. E fjalë të tjera të cilat Allahu I madhëruar na I ka mësuar në Kur'an, e pejgamberi alayhi salatu wassalam na I ka mësuar në sunetin e Tij. Ne mashtrohemi. Bëjmë bisedat e kësaj dynja të cilat nuk bëjnë as 2 lekë. A ka njeri më të zhgënjur në ditën e gjykimit se ai që do dalë para Allahut të madhëruar dhe Allahut I thot: robi im, të thirra në xhami që të më adhurosh mua. Në vend që të më përmendesh mua, ti prap u more me punët e dynjas. Punët e dynjas për ditë, çdo orë, çdo minutë, po na mysin. Të paktën kur të vim në xhami.
ta bëjmë jetin sikur nuk jemi në këtë dynja. Jemi para Allahut të madhëruar, ta mendojmë pak sikur në momentin që kemi hyrë në xhami, përpara kemi Allahun e madhëruar. E kemi përpara, e kemi në çdo vend sepse e kemi në zemër, por ta imagjinojmë. Vallë, a mund t'ja kushtojmë vëmendjen diçkaje tjetër? Jo. E si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, adhurojeni Allahun sikur ju e shikoni atë, sepse edhe nëse ju nuk e shikoni, ai ju shikon juve. Ta shfrytëzojmë këtë moment. Janë momente të bereqetshme, janë momente që ndoshta nuk do t'i përjetojmë më. Jemi në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit. Këto ditë janë ditët e itikafit. Çfarë është itikafi? Itikafi është mbyllja në xhami, heqja dorë nga çdo punë e kësaj dynja për 10 ditë me radhë, përkushtimi në Kur'an, përkushtimi në adhurim, përkushtimi në meditim, përkushtimi në gabimet që kemi bërë për të nxjerrë mësim, me qëllimin për të kapur natën e Kadrit, e nata e Kadrit për të na kapur neve duke adhuruar Allahun e madhëruar. Mbrëm, elhamdulillah, falem namazin e parë të natës. Ishte dhe natë xumaje. Sipas shumë dietarëve, nëse 10 ditë i fundit përkon me natën e xuma dhe ajo është teke, me shumë mundësi është natë Kadri. Ne e dim të gjithë mirë se nata e Kadrit është e fshehur brenda 10 ditësh të fundit. Na ka ngelur si zakon nata 27, nuk është zakon i keq, zakon i mirë është, por ne si besimtar që jemi të vetëdijshëm duhet ta dimë dhe të jemi të bindur se duhet ta kërkojmë këtë natë që nga nata e parë teke dhe deri në natën e fundit. Ta kalojmë jo vetëm ditën me adhurim, por edhe natën. Se elhamdulillah ditën agjërojmë, e kemi një adhurim në xhep. Plus të tjera çfarë bëjmë. Nëna jon Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hynte në itikaf, pra u mbyllte në xhami në 10 ditëshin e fundit dhe nuk dilte nga aty deri ditën e Bajramit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu të cilin Allahu i madhëruar e zgjodhi për mbar botrat, hynte në 10 ditëshin e fundit për të kërkuar natën e Kadrit. Vallë, a kishte nevojë pejgamberi alayhi salam që të kap natën e Kadrit dhe të fitojë sevapin e saj? Nëse ai e shikonte të nevojshme në veten e tij, po ne si gjunaqar. Vallë, sa duhet i përkushtohemi që ta kapim? Sepse ai e ka provimin e marr. Ati ja ka dhënë Allahu provimin. Edhe ai përsëri e ka kërkuar këtë natë. Nëse kemi të sigurt jo provimin, po Zoti na ruajt, a do hymë në provim? Sepse në llogari do të merren vetëm ata të cilët kanë besuar Allahun e madhëruar. Në llogari do të merren vetëm ata të cilët kanë dëshmuar se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se Muhamedi alayhis salatu wassalam e pejgamberët e tjerë janë të dërguar të Allahut. Pra fillimi ose shënimi i emrit ton në listën e atyre që do t'japin llogari është në momentin që ne bijem në shahadet. Sepse ata të cilët nuk kanë pranuar të binë në shahadet, nuk e kanë emrin në listën e provimit. Çfarë do të thotë? Nuk do t'japin llogari për arsye se e kanë të humbur provimin. E kanë të humbur. Ne elhamdulillah na ka mundsuar Allahu që ta shkruajmë emrin të ata të cilët do hynë në provim. Tani problemi është që të fitojmë provimin. E një prej këtyre rasteve më të mira është nata e Kadrit. Vallë, sa e shfrytëzojmë ne natën për të kërkuar këtë. Gjithë të cili bën llogaritë e tij, patjetër, unë të mia dhe
gjithëcili për ju shtuajat, por ama e kemi për obligim që të këshillojmë njëri tjetrin dhe t'ja kujtojmë njëri tjetrit këtë gjë. Sipas transmetimit të Ebu Said el-Khudriut, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në fillimet e tij në muajin e Ramazanit hynte në itikaf në 10 ditën e parë. Pra hynte për të kërkuar natën e Kadrit në 10 ditën e parë. Më pas fillon të hyjë në 10 ditën e dytë dhe një natë kur ai e kishte bërë zakon të dilte nga itikafi, pra në natën e 20 që e lidh me 21, sa tenton të dalë, thot Ebu Said el-Khudriu, kthehet, futet përsëri në çadrën e tij. Dhe më pas del e ju thret xhamatit, pra sahabe. Ku ju thot, kam bërë itikafin në 10 ditët e para të Ramazanit për të kërkuar natën e Kadrit. Kam bërë itikaf në 10 ditën e dytë të Ramazanit për të kërkuar natën e Kadrit. Pastaj mu tregua se nata e Kadrit është në 10 ditën e fundit. Prandaj kushdo prej jush që të kap natën e Kadrit, le të hyjë me mua përsëri në itikaf. Pra të mbyllet në xhami, ti shkëpus marrëdhëniet me këtë dynja, të jeti përkushtuar vetëm tek Allahu i madhëruar ato 10 ditë. A kemi mundësi ne ta bëjmë një gjë të tillë sot në një kohë kur hallet e kësaj dynja, shqetësimet e kësaj dynja na kanë marrë përpara? Është e vështirë që të shkëputemi nga shtëpitë tona 10 ditë dhe të vim të rrim në xhami. A ka prej atyre? Elhamdulillah ka. Ka prej atyre. Por ne a e kemi mundësinë? Ndoshta nuk e kemi. Thon dietarët, nëse sa herë që të vini në xhami në 10 ditën e fundit e bëri njët që për sa kohë jam në xhami të jem në itikaf, të mos flas as edhe një fjalë nga dynjaja, me shpresën për të shpërblyer tek Allahu i madhëruar, sikur ka qenë në itikaf për aq kohë sa ka qëndruar në xhami. Dhe pastaj thot pejgamberi alayhis salam, vazhdon Ebu Said el-Khudriu, ku thot, nata e Kadrit mu shfaq në netët me numër tek 21, 23, 25, 27 apo 29. Dhe kur u ngritën për të falë namazin e sabahut, thot pejgamberi alayhis salam, i kërkoi ndjes në vazhdim të kësaj dhe thot, në mëngjesin e asaj nate tek më është treguar dhe më është shfaqur sikur unë e bëj sejdën në një tokë të lagur, pra që ka lagështi, ka rënë shi, ka balë. Dhe thot Ebu Said el-Khudriu, kur u zgjoam në mëngjes, pra për të falë namazin e sabahut, shikuam qiellin që ishte shumë i pastër. Pa pritmas erdhi një rë dhe filloi të bjerë një shi, ku filloi të pikoj brenda në xhami. Pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi doli nga namazi tha, e pam që kishte në ball dhe në hund pak balt. Pra ishte lagur dhe aty e kuptuam se nata 21 në atë Ramazan ishte nata e Kadrit. Prandaj mundësia mund të jetë që mund të ketë qenë edhe mbrëm, mund të jetë 23, mund të jetë 25, 27 apo 29. Prandaj të gjitha këtyre netëve duhet t'ju kushtojmë rëndësinë në maksimum. Qëllimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam që hynte në itikaf ishte që të përqendrohej plotësisht në Kur'anin famlart. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte nevojë ta kuptonte, atij e kishte shpjeguar Xhibraili alayhis salam me detaje. Por ai përsëri për të përfituar nga mirësitë e tij, për të përfituar nga sevapi i tij, se siç e dim pejgamberi alayhis salam si na këshillon neve, thot, bëni istighfar tek Allahu i madhëruar. Dhe kur e pyet, ja Rasulullah, po ti je i falur, edhe ti bëni istighfar më shumë se 70 herë në ditë, a mos të jem mund thot nga ata të cilët i kërkojnë falje Allahut dhe ta shijojnë atë ndjesi? Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe pse i kishte të gjitha, ai donte që t'i shijonte si një besimtar i thjesht, si një sahabe,
dhe për na treguar neve se sa e rëndësishme është kjo shije, kjo ndjesi. Pra, pejgamberi alayhis salam hynte në xhami për t'ju përkushtuar vetëm Kur'anit, adhurimit, meditimit dhe vetë llogarisë. Është shumë e rëndësishme të bëjmë llogarinë tonë se si po e kalojmë jetën tonë, çfarë po fitojmë dhe çfarë po humbasim. Kur u fut thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në itikaf, dëgjoj disa zëra që po lexonin Kur'an dhe disa që po falin namaz me zë të lartë. Dhe del pejgamberi alayhis salam dhe u thot: "Kini kujdes, secili prej jush po flet me Zotin e tij. Mos e shqetësoni njëri tjetrin, mos e ngrini zërin shumë gjatë leximit të Kur'anit ose gjatë namazit." Transmeton Ibn Hanbali. Pra, vëllezër dhe motra, e rëndësishme është që ne t'i përkushtohemi Kur'anit, por me njetin për të na dëgjuar vetëm Allahu i madhëruar. Nuk ka nevojë të na dëgjojnë të tjerët se sa bukur lexojmë Kur'an, nuk ka nevojë që të na dëgjojnë të tjerët se sa bukur e falim namazin, se sa bukur i këndojmë surët në namaz, por e rëndësishme është që Allahu i madhëruar të na dëgjojë, sepse ne për atë e bëjmë adhurimin, për atë e bëjmë leximin e Kuranit. Njëherë xhaxhai i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i biri i xhaxhait, Abdullahu i biri i Abbasit, bëri itikaf në xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe në ato ditë shikon që një burr hynte dhe dilte në xhami, po ishte i trishtuar. Kishte një breng. Në njërën prej këtyre ditëve e pyet: "Çfarë të shqetëson?" Ai thot: "Kam marrë një borxh dhe nuk kam mundësi ta laj. Kjo po më shqetëson shumë." Abdullah radiallahu anhu i thot: "A ke dëshirë që të flas unë me personin që i ki marrë borxh, që të lëj edhe pak kohë që ti t'ja lash borxhin?" Ai sahabi i thot: "A nuk je në itikaf? Pra pse merresh me punë të kësaj dynja? A nuk je në itikaf?" Deri këtu jemi në rregull, se qëllimi i itikafit kush ishte? Të shkëpusim marrëdhëniet me këtë dynja. I thot Abdullah i biri Abbasit: "Kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke thënë: kush përpiqet të plotësojë nevojat e një besimtarit, kjo është më e mirë për te se sa 10 vjet i itikaf." Pra, përjashtime nga itikafi, nga mënyra e itikafit, një që është kryesore, është nëse një vllai joni, një motra jon ka një hall dhe atë hall mund t'ja kryesh ti që je në itikaf, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, vrapo që t'ja kryesh hallin atij apo asaj, sepse kjo është më e mirë për ty se sa të hysh 10 vjet në itikaf. Që do të thot, ne si musliman nuk jemi vetëm për veten tonë. Në momentin kur dikush ka një hall më të madh se tonin, ose ndoshta edhe më të vogël se tonin, duhet ta harrojmë veten tonë dhe të vrapojmë për t'i kryer hallin atij. E këtë e vlerëson pejgamberi alayhis salatu wassalam me një sevap për një itikaf më shumë se 10 vjet. Të dashur besimtar, rruga për të arritur në mirësinë e Allahut të madhëruar përmes veprave që bëjmë, një prej tyre është bamirësia, pra sadakaja që mund t'japim, zeqati, fitret që i japim gjatë muajit të Ramazanit, apo dietat të cilët e japin ata të cilët nuk kanë mundësi të agjërojnë Ramazanin për shkak të sëmundjeve të tyre apo të arsyeve të tjera që janë të justifikueshme në Islam. Të gjitha këto janë rrugë për të çuar tek kënaqësia e Allahut të madhëruar. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith thot: janë shkatëruar të gjithë njerëzit,
përveç atyre që dinë. Pra janë shkatruar të gjithë besimtarët, përveç atyre që dinë. Pastaj thot janë shkatruar të gjithë dietarët, përveç atyre që veprojnë me diturinë e tyre. Pastaj thot janë shkatruar të gjithë ata dietarë që veprojnë me diturinë e tyre, përveç atyre të cilët e kanë me sinqeritet. Pra nuk mjafton që të dimë, nuk mjafton që të veprojmë, brenda kësaj duhet jetë edhe sinqeriteti. E nëse ne me sinqeritet i shtrim dorën një vllajt ton apo një motrës ton për ta ndihmuar, Allahu i madhëruar do të na ndihmojë neve në ditën e gjykimit. Thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk keni për t'ia arritur mirësisë. Pra nuk keni për të arritur tek ajo që Allahu i madhëruar kërkon tek mirësia, nëse nuk jepni nga pasuria që ju doni më shumë. Nëse nuk jepni pra sadaka, nëse nuk jepni zekatin, nëse nuk ndihmoni të tjerët. Wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Dhe çfarë do gjë që të jepni, Allahu e din shumë mirë. Është koha kur ne me aq sa kemi mundësi të japim. E pyesin pejgamberin alayhis salatu wassalam, ja Rasulullah, çfarë është mirësia? Pejgamberi alayhis salam thotë është të japësh sadaka. Po ai që nuk ka mundësi të jap sadaka, le të punoj, të fitoj dhe prej asaj që fiton të jap. Nëse nuk ka mundësi të punoj, le të ndihmoj tjetrin fizikisht. Nëse nuk e ka fizikun për të ndihmuar, pra është i sëmur, çfarë të bëj? Le të këshilloj të tjerët për në veprat e mira të ndalojnë ata nga veprat e këqija. Po nëse nuk e ka edhe këtë mundësi, ja Rasulullah, atëherë të ndalojnë veten e tij nga e keqja dhe të bëjnë vepra të mira, edhe kjo është sadaka për të. Elhamdulillah, Allahu i madhëruar na ka hap çdo rrugë. Vetëm se neglizhenca jon, dembelizmi jon është ai i cili na pengon për të përfituar nga këto mirësi. Vëllezër dhe motra, jetojmë në një epokë ku sekularizmi dhe individualizmi rrethojnë botën tonë, ku lumturia kërkohet në konsum dhe theksohet në jetë të bazuar në imitim dhe dukje. Megjithatë, çdo gjë që ne mendojmë si pasuri dhe pronë është në të vërtetë një amanet që na ka dhuruar Allahu i madhëruar. Kur të vi koha dhe nga kjo botë të kalojmë, shpirtin Allahut t'ia dorëzojmë, atë pasuri që ne jemi munduar tërë jetën për ta fituar, do t'ja lëmë dikujt tjetër pa dëshirën tonë dhe trupi jon të hyjë në ndhe. E çfarë bëhet me atë trup? Trupin në ndhe e hanë krimbat derisa ta mbarojnë, e pasurinë mbi tokë e hanë ata që të varrosen derisa ta mbarojnë. Çfarë ngeli? Ngeli vetëm vepra jote. Ngeli ajo sadakaja që ki dhënë, ngeli ajo fjala e mirë që ki thënë, ngeli ai namazi që ki falë, ai xherimi që ki bërë, çdo vepër e mirë që ki bërë për Zotin e ruajt, janë edhe ato që na ndjekin nga mbrapa veprat e këqija. Allahu veprat e këqija tonat ne i shndrof në të mira. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, përderisa njeriu ndihmon vëllain e tij, Allahu do ta ndihmojë atë. Është e garantuar. Vëllezër dhe motra, nëse keni ndonjë hall të madh dhe nuk e zgjidhni dot, harrojeni për një moment, vraponi për t'i zgjidhur hallin një vëllait apo një motrës, se Allahu ka për t'ju nxjerr në rrugën e duhur për të zgjidhur hallin tuaj. Zgjidhja e hallit tuaj është nëpërmjet rrugës së ndihmuarit të vëllait apo të motrës tuaj. Është një rrugë shumë e bukur, pak e vështirë, sepse mendojmë sikur, shiko, kam lënë hallet e mia për ty, nuk i ke lënë për atë. I ke lënë për kënaqësinë e Allahut, edhe Allahu i madhëruar do të zgjidhin hallin ty. Çfarë thot Allahu i madhëruar nuk ka dyshim në të, e çfarë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka dyshim në të.
Vëllezër dhe motra, po përjetojmë momentet ku në çdo moment pra mund të jetë nata e Kadrit. E si thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar për këtë natë të madhe, për këtë natë madhështore. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtet ne e kemi zbritur atë pra Kur'anin famlar në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. O Muhammed, a e din ti çfarë është nata e Kadrit? Sikur na thot neve Allahu i madhëruar, a ja keni idenë se çfarë do të thot natë Kadrit? Lejletul qadri khairum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Sot në jetën tonë, kur dëgjojmë që dikush ka ndruar jetë 85, 90 vjeç themi, ka jetuar goxha, inshallah ka jetuar me të mira, po i pas ka ardhur koha. Një natë Kadri, adhurim, është 83 vjet. Shikoni çfarë mundësijet na ka dhënë Allahu i madhëruar neve, që nëse ne e përjetojmë këtë natë Kadrit, sikur edhe një herë në jetën tonë, sikur një herë të vetme ta përjetojmë, jo tërë natën duke adhuruar Allahun, por sikur një moment të jemi në adhurim tek Allahu i madhëruar në këtë natë, me shpresën e Allahut në ditën e gjykimit do të dalim sikur 83 vjet kemi qenë me ballën e sejdë. Shikoni sa e don Allahu këtë ummet. Shikoni se Allahu i madhëruar sa e ka dalluar këtë ummet me ummetet e tjera. Sepse është ummeti i pejgamberit më të dashur të tij, është ummeti i Muhamedit alayhis salatu wassalam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Dhe Allahu i madhëruar zbret melekët e tij bashkë me Xhebrailin alayhis salam turma, me miliona. Dhe ju thot, shkoni dhe shikoni robërit e mi se si më adhurojnë mua. Shkoni dhe shikoni se si ata me lot në zemër më përulen mua. Dhe kur melekët e Allahut shikojnë besimtarët e Allahut me kryen e sejdë, duke adhuruar Allahun e madhëruar, edhe ata luten për ata deri në agim. Mendoni tani o vëllezër dhe motra, kemi vënë ballin në sejdë, një gjunahçar i mbytur në gjunahe, por nga mrapa ka miliona e miliarda melek që bie në sejdë bashkë me të dhe i luten Allahut që t'ia falë gjunahet atij. A ka shans që Allahu mos t'ia falë gjunahet një besimtari që me miliona melek i thonë Allahut të madhëruar, o Allah falja gjunahet këtij sepse ky natën e Kadrit është me ballën e sejdë. A ka mundësi të dali pa falur ky njeri? Kur e përmendim edhe na duket diçka mallështore. Po sikur të dalim në ditën e gjykimit tek Allahu i madhëruar dhe Allahu të thotë, ky robi im në natën e Kadrit ka qenë me ballën e sejdë, nuk do të ketë llogari, futur nga dera e agjëruesve. O Allah na bëj kismet. Vëllezër dhe motra, nëse ne privojmë familjet tona nga ky agjërim, nëse ne privojmë fëmijët tanë duke thënë, janë të vegjël në klasë të 5, janë të vegjël në klasë të 6, janë të vegjël në vit të parë, janë të vegjël në universitet, janë të vegjël derisa të martohen, janë të vegjël derisa të bëjnë fëmijë, janë të vegjël derisa të dalin pension, janë të vegjël kur të vdesin. Se kështu e mashtrojmë veten tonë ne. Anglishtën ja japim që në klasë të parë, Kur'anin duhet t'ja japim kur dalim pension. Sepse e quajmë kohë të humbur nëse ne i japim një orë në ditë mësim për fenë Allahut fëmijës tanë. Vallahi e quajmë të humbur. Edhe ne besimtarët e quajmë të humbur. Sa prej nesh japin për fëmijën e tij 30.000 lekë në muaj për të mësuar Kur'anin të një hoxh. Asnjëri prej nesh nuk jep. Biles nëse hap dikush në një kurs për të mësuar Kur'anin dhe thot 10.000 lekë për shpenzimet që ka qendra, na e ofendojmë. Themi, na kërkon lekë për të mësuar Kur'anin ai. Për anglishtën, me vrap shkojmë e kërkojmë kush e jep më mirë, s'ka problem të jap 100.000 lekë muaj vetëm ta mësojnë anglishtën.
Edhe pastaj vim para Allahut ne dhe i themi, o Allah, shiko kush erdhi ai besimtari i mirë. Nëse ne nuk shpenzojmë për fëmijët tanë që t'ju mësojmë fenë e Allahut të madhëruar, por shpenzojmë për t'ju mësuar këtë dynja, Zoti na ruajt, mund të na ikin fëmijët pa besim. E në ditën e gjykimit do t'ja mathim me vrap që të mos na dalë fëmija para, se do t'na kërkojnë hakun. Do të thotë, o bab, pse nuk ma mësove shahadetin që të vogël? Pse nuk ma mësove namazin që të vogël? Se kur u rrita me kaplua në hallet e kësaj dynja. Pse nuk më mësove Kur'anin, po më mësove anglishten? Sa veta prej nesh dim ta lexojmë Kur'anin në arabisht? Sa prej fëmijëve tanë e lexojnë Kur'anin në arabisht, sepse është adhurim tek Allahu i madhëruar? Sa e lexojmë Kur'anin në shqip ne, e sa e lexojmë bashkë me fëmijët tanë ne? Nuk kemi nevojë për armikun ne. Jo. Ne jemi armiku i vetvetes. Linë pak shtëpinë që keni filluar për ta ndërtuar, vallë do ndërtohet vetë? Parat lini grumbull në një anë, tullat lini në anën tjetër, edhe lini që të ndërtohet vetë. A ndërtohet vetë? Jo. Ndërsa fëmijë ne pretendojmë se do të edukohet, do ta marrin islamin e vet, do ta marrin besimin e vet. E si do ta marrin vet? Nëse ne nuk ja japim. Ti shfrytëzojmë këtë ditë, vëllezër dhe motra. Ti shfrytëzojmë këtë ditë sepse janë ditë të numëruara. Janë ditë që mbarojnë shpejt. Na kujtohet mirë kur tham ka edhe një muaj Ramazani. Kur tham nesër hym në Ramazan. Sot jemi në 10 ditën e fundit. Mas 10 ditëve do i themi njëri tjetrit gëzuar Bajramin. Do i kthejmë syt kur të vinë Ramazani tjetër, ka ardhur Ramazani tjetër, ne jemi akoma aty ku kemi qenë. Prandaj vëllezër dhe motra, lusë Allahun e madhëruar që të na bën prej atyre që janë të vetëdijshëm, prej atyre të cilët zgjohen nga gjumi i llapis së kësaj dynja, për të kuptuar se ne jemi kalimtar në këtë dynja, jemi udhëtar në këtë dynja. Mendoni sikur jeni duke bërë një rrugë të gjatë dhe do të ndaloni një vend për të pushuar. Vallë, në atë vend që jeni ndaluar për të pushuar, a do të ndërtonit shtëpi? Jeni ndaluar për të pirë një kafe në rrugë. A do të pini, a do të ndërtonit një shtëpi aty? Jo, pse? Punë sa të pi kafen do iki. Kjo dynja çfarë është? Një ndalesë në udhëtimin tonë për drejt Allahut të madhëruar. Mos na mashtrojnë. Ose të paktën mashtrimin ta ulim në minimum, se që mashtrohemi të gjithë. I pari unë që flas. Po të paktën ta ulim në minimum, aq sa kemi mundësi. Vëllezër dhe motra, ju kërkoj ndjes nëse e kam zgjat, por jemi në ato ditë që duhet ja kujtojmë njëri tjetrit këto këshilla. Lusë Allahun e madhëruar që në lutjen e çdo njërit prej jush ta kujtoni këtë vëlla me familjen e tij e me fare fisin e tij sepse ka nevojë. Lusë Allahun e madhëruar që në lutjet tuaja të kujtoni çdo fëmijë, e çdo nën, e çdo bab, e çdo të moshuar në Gaza. Lusë Allahun e madhëruar që lutjet tona të jenë dëshmi në ditën e gjykimit se neve na ka qarë zemra për zullumin që po i bëjnë atyre fëmijë, atyre gra, atyre njerëz të pafajshëm. Wallahi billahi, kemi për të dhënë llogari tek Allahu i madhëruar, nëse ne të paktën nuk kemi bërë dua për ata. Mos i mbështetni ata që mbështesin zullumqtarët. Mos i bëni qefin zullumqtarëve. Mos i lini hapësirë vetes tuaj që tek Allahu i madhëruar të shënoheni nga ata të cilët nuk janë lutur asnjëherë për ata njerëz që po vuajnë.
Ajo dua do të jetë argument në ditën e gjykimit. Ata fëmijë do të dalin para Allahut dhe do të thonë: o Allah, ai është lutur për ne, fale. O Zot, inshallah e kemi emrin në zemrën e ndonjërit prej atyre fëmijë që dëshmojnë për ne se ne jemi lutur të paktën për ta. Se ajo do të jetë pesha më e madhe që mund të kemi në ditën e gjykimit dhe mundësia më e madhe për të na dhënë Allahu i madhëruar me mëshirën e tij xhennetin. Allahu i madhëruar na nxjerr për këtë Ramazan me gjunahe të falura, me agjerim të pranuar, me vepra të shumë fishuara të mira e me vepra të këqija të fshira e të kthyer ato në vepra të mira. Siç gëzojmë ne në ditën e Bajramit, Allahu e bëft që edhe fëmijët në Gaza të gëzojnë një ditë, të gëzojnë një herë për gjithmonë, e zullumqtarët të marrin zullumin e tyre si në këtë dynja, ashtu edhe në atë dynja.